Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lirin, këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet më të fundit, analizat rreth ngjarjeve që po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Pyetja që më së shumti më bëhet nga publiku dhe në fakt që publikun e ka kapluar një siklet i madh është Tiron çfarë mendon për marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës, si qëndron marrëdhënia e tyre, çfarë presim nga ky çift, a do të kemi një ribashkim. Tani, unë në fakt e prisja që Mateo të jetë pak më gentil me Nusen, por rezultoi që të mos të jetë kështu. Mateo është shumë i natyrshëm, mund të them shumë i përditshëm brenda asaj shtëpie dhe pa marrë parasysh si të shkojnë gjërat, Mateo siç duket nuk luan fare nga ajo qetësia që ai tashmë e ka ndërtuar brenda asaj shtëpie. Çfarë po ndodh në marrëdhënien e tyre? Kjo është pyetja që po shtrohet më së shumti tek publiku shqiptar. Vëllau i madh pati një suport jashtëzakonisht të madh për Mateon, duke përfshirë brenda kësaj shtëpie motrën e Mateos, e cila erdhi me një mesazh të fortë. Casey, kur hyri brenda në shtëpi, e kërkoi Brikenën, i dha komplimente Brikenës, i dha komplimente Mateos, e përqafoi Mateon. Mateo prishi dhe lojën sepse i ktheu përgjigje motrës së tij. Kur ajo e përqafoi, ai i ktheu përgjigje, i tha edhe unë, domethënë e ka prishur lojën në thelb, por gjithsesi le të prishet loja ku ka një motër e një vëlla. Mes motrës dhe vllaut nuk ka ndarje. Tani, në dhomën e rrëfimit, unë nuk e kam parë si asnjëherë më parë Brikenën aq të lënduar. Domethënë produksioni ka hedhur një video në Instagram teksa Brikena është duke folur për ndjesitë e saj, për emocionet e saj dhe për atë se çfarë ajo ndërtoi me Mateon. Atë që unë e thash ditën e sotme teksa po bëja komentimin rreth kësaj marrëdhënie, do të thënë Brikena ndihet shumë e thyer dhe ndihet në një farë mënyre shumë e përdorur nga ana e Mateos, i cili ja mori puthjen, mori atë që deshte edhe u largua. Do të thënë iku nga Brikena. Tani në anën tjetër, Brikena është shumë xheloze tek Selin. Do të thënë shumica e quajnë strategji, e quajnë faktorizim, por unë me thënë të drejtën nuk e shoh kështu. Unë e shoh një situatë tepër serioze që Brikena tashmë ka rënë dhe nuk di se çfarë të bëj. Tani, a duhet Mateo të lëshon pe? Unë mendoj që duhet lëshon pe, sepse këto ishin fjalët edhe të motrës së tij që pa marrë parasysh domethënë çfarëdo që të ndodh, nuk ju shkon ju të dy të jeni të idhëruar, mos e dëgjoni askënd tjetër. Domethënë motra e Mateos këtu përfshiu Rogertin dhe Selinën, ishte i vetmi takim që dha informacione brenda në shtëpi dhe besoj që i tha Mateos që afrote Brikena dhe mos bën lëvizje të këtilla. Por Mateo përsëri vazhdon me kokëforcinë e tij dhe nuk është afruar as pak. Tani unë e di që Mateo në dhomën e rrëfimit, nga informacionet që kam patur unë, ka qenë pak më i ashpër në raport me Brikenën. Tani gjatë bisedës Brikena ka thënë që unë të shtunën do ndaloj këtë pëlqimin, do të thënë do ta mbyll këtë si kapitull, nuk mundem më të vazhdoj sepse Mateo po tregon një anë të tij që nuk duhet ta tregon brenda kësaj shtëpie. Do të thënë po tregon një anë shumë të keqe të tij. Unë mendoj që Mateo duhet të ulet në tokë edhe duhet ta sqaron si çështje. Tani okej, faji ishte edhe i Brikenës sepse nuk e dëgjoi mbrëm. Mateo u ul për t'u sqaruar, por Brikena u largua, u tensionua dhe nuk e dëgjoi Mateon se çfarë dëshironte Mateo që t'i thotë. Brikena e shoh që është xheloze në Selin dhe është më se normale që të xhelozon, sepse Brikena ka një zhvillim tjetër, do të thënë ajo do që ta ketë fokusin, vëmendjen, është një mis dhe për Brikenën nuk mund të ketë një femër tjetër bukuri më të madhe si Brikena. Do të thënë Brikena e ka këtë vetë pëlqimin. Por që çifti të ndahet,
nuk e besoj. Tani Mateo ka bërë dhe një gabim tjetër që publiku në fakt e ka detektuar këtë gabimin. Ai ka thënë që sa po të dal nga këtu do merre me palestër, do bëj punë, do argëtoj me shoqëri, duke mos e përfshirë domethënë fare Brikenën. Që siç duket Mateo është aq i thyer nga Brikena që është në gjendje që ta mbyll këtë lidhje, domethënë që ta mbyll këtë raportin, ndoshta ndjet i tensionuar. Tani unë shpresoj që Mateo t'i ketë kuptuar fjalët e motrës së tij dhe të qetësoj veten dhe të shkojë te Brikena ta qartësojnë këtë gjën, sepse unë e shikoj që Brikena e vuan shumë. Unë them nuk është një strategji, por është një ndjenjë që Brikena e krijoi për kohë të gjatë brenda kësaj shtëpie, e kultivoi në vete dhe më pas domethënë ja dha puthjen Mateos. Nuk është se puthja erdhi nga fakti që Brikena dëshironte ta shpëton nga nominimi Mateon, sepse tani banorët pak edhe shumë e din shumë bukur se si shkojnë gjërat, domethënë si shkon rrjedhshmëria e lojës dhe nuk është si janë aq të cekët të mos ta kuptojnë se kush nga banorët mund të jetë më i suportuar jashtë, mund të jetë më i rrezikuar jashtë apo mund të ketë më shumë fansa. Por unë mendoj që në këtë rast nuk është Brikena ajo që mban inate me Mateon, nuk është Brikena ajo që është koklart me Mateon, por është Mateo ai që më nuk ka nevojë në këtë pikë të lojës për Brikenën. Dhe e shoh që Mateo është pak i ftohur emocionalisht nga Brikena, ndoshta këto thyerjet shpirtërore të tepërta të Brikenës, që i ka bërë për gjatë kohë në shtëpinë e Big Brotherit, Mateon e kanë futur në një konkluzion që unë po dal jashtë si një i përdorur, unë po dal jashtë si një djalë i ndikuar nga një femër dhe po ul dinjitetin dhe autoritetin tim. Dhe mendoj që fjalët të cilat i tha Casey sot ishin më së shumti adresuar kundërdrejt Mateos, sepse nuk duhet që të heqën dorë nga Brikena. Ndërsa unë Mateon e shoh që është shumë gati të ri me Selinën, të ri me Shëndritin dhe nuk ka fare interes për të ndenjur me Brikenën dhe për ta sqaruar këtë situatën me Brikenën. Domethënë Mateo e ka lënë gjën që Brikena le ta çojë natin sa të doj, ku të doj dhe mua nuk më leverdis fare. Domethënë unë kështu e shoh nga ana e Mateos këtë qasje. Tani si do të shkojnë gjërat dhe çfarë do të ndodh, këtë do t'ja lë momentit, por në fund të ditës unë mendoj që Brikena nëse do ta shikojnë që vërtet është e rrezikuar dhe marrëdhënia po përfundon, mendoj që nuk do ta tolerojnë që kjo lidhje të mbyllet në këtë stad, domethënë të mbyllet në këtë moment. Por mendoj që do të këmbëngulen që të qartëson gjërat, të qetëson Mateon dhe të nisën atë rrugtimin e bukur të dashurisë, atë rrugtimin që në fakt të gjithë shqiptarët e presin me shumë entuziazëm. Unë mendoj që fjalët e motrës së Mateos do të afrojnë sa më shumë çiftin.